gjithmonë besimi në Zot njerëzit, për të rinj sidomos, për të kaluar situata të mëdha të vështira në jetën e tyre? Ka ulje, ka ngritje, por ama kemi gjithmonë një shpresë që Perëndia është me ne në çdo situatë, në kohë të mira, në kohë të këqija, dhe duke pasur një lidhje me Perëndin, duke besuar tek Ai, ne do t'i kalojmë gjërat. Unë vetë kam kaluar një sfidë shëndetësore dhe po të mos kisha besimin tek Perëndia, do t'ishte shumë e vështirë. Do t'ishte shumë e vështirë sepse së pari në gjithë një ditë do ikim nga kjo botë. Çështja është si ikëm. Çështja është si do të përballemi me Perëndin, se gjithë një ditë do dalim përpara Zotit, do të japim llogari për jetën tonë, si e kemi jetuar jetën e gjërat të kësaj natyre. Por duke pasur besim tek Perëndia, më ka bërë të eci çdo ditë, duke lënë gjërat në kontrollin e tij, edhe me miqësinë e besimtarëve të tjerë, gjithçka mund kalohet me Perëndin. Neve mund të ecim me të edhe në kohrat e mira dhe në kohrat e këqija. Shumë gra që po na ndjekin që kanë kaluar sfidën shëndetësore të një problemi të madh siç është kanceri, dhe sapo e preke që ishte një sfidë shëndetësore. Më trego pak ato ditë të errta të tuat dhe ato lutjet me Perëndin, sa të ndihmuan, sa të dhanë forcë për ta kaluar këtë sfidë? Me thënë të drejtën, kur e dëgjova për herë të parë, që ti jemi realist, më shkundi pak. Sepse njeriu, domethënë, gjithmonë shpreson edhe beson për më të mirën. Në përditshmërinë e vet. Por me thënë, me njëherë thash, o Zot, faleminderit ti ke gjërat në kontroll, sido që të jetë. Daç të jetoj, daç mos të jetoj, unë prapë besoj tek ty. Ka qenë e vështirë, shumë e vështirë. Ndonjëherë kur futesha atyre korridorëve thosha o Zot prapë këtu. Por kishe në një inat të brendshëm ose ishe mezitur ndonjëherë me Perëndin, pse mua, unë besoj te ty, unë të kam shërbyer dhe ti më ke vënë në provë? Jo, provat i kalojmë. Sprova çdo njeri, e thash edhe më përpara, jeta që neve kemi nuk do të thotë edhe pse besojmë tek Perëndia që do jetë e lehtë. Pra që nuk do sëmurem, që nuk do na dalin probleme në jetën tonë. Sepse neve në vetvete si njerëz jemi të rënë nga lavdia e Perëndisë sot Bibla. Jemi mëkatar, edhe vetë trupi jonë është i rënë. Prandaj edhe neve vdesim. Sepse që në momentin që nuk u bindëm Perëndisë, trupi jonë degradon, dal ngadalë. Dhe të gjithë neve do ta kalojmë këtë proces. Por nga ana tjetër, duke pasur besim tek Perëndia që edhe nëse jam, por edhe nëse s'jam, prap jam me ty Perëndi, më bën të kaloj çdo ditë. Nuk ka qenë lehtë. Pas gjithë këtij kalvari që kalove. Që koha është e çmuar. Kuptova këtë gjë që çdo ditë që neve jetojmë, jemi falënderues ndaj Perëndisë, dhe çdo ditë që neve jetojmë ta shpallim dhe ta deklarojmë që Perëndia do që gjithë secili prej nesh të pranojë këtë dhuratë, Krisht lindjen, dhuratën për të shpëtuar dhe për të jetuar. Elvin, ka ndodhur ndonjë histori personale ku përmes besimit ti e ke kaluar, e ke përballuar më mirë, mund mos jetë sfidë e njëjtë, por që jo konkretisht siç Sabina ka kaluar, sepse ajo që ka kaluar Sabina është me vërtet shumë e vështirë dhe unë doja të shtoja që Sabina ka pasur dhe mbështetjen e të gjithë besimtarëve. Sa do ta prekja që sa ka qenë mbështetja e jemi lutur të gjithë në kish për Sabinën, njerëz që madje që nuk e kanë njohur fare kanë ndërmjetësuar në lutje për Sabinën edhe me të vërtet Zoti ka bërë mrekullinë në jetën e saj. Amen, po. Personalisht unë nuk se kam pasur në një gjë shumë kaq të vështirë, megjithatë neve çdo ditë kalojmë gjëra të vështira, por neve zakonisht ja lëm Perëndis të gjitha gjërat, nuk shqetësohemi se çfarë do ndodh, madje Bibla thotë mos u shqetëso për të nesërmen, sepse ajo do të mendoj vetë për veten e vet. Është ajo shpreha që ne e themi me njëri tjetrin që ne bëjmë plane zëri gjerë, sepse janë të shkruara. Ja kemi lënë Perëndis këtë gjë, kështu që ajo që tha Sabina në lidhje me kohën, që është e çmuar, është për ata njerëz që nuk besojnë tek Perëndia, u jepet mundësia çdo ditë që të kthehen tek Zoti, që të besojnë tek Jezusi, sepse është e vetmja rrugë. Ashtu siç edhe në Bibël thuhet që Jezusi është rruga e vërteta dhe jeta. Nuk mund të shkosh te hati vetëm nëpërmjet tij. Nëse ne shqetësohemi si do shkoj puna, si do jetë kjo, si do jetë ajo, derisa prekim atë fundin. Derisa prekim fundin dhe themi ore për çaj pas kam, domethënë dhe unë në fakt dhe unë kam gjatë pandemisë që ne kishim humbur kohë
duke u marrë me punën, sa do marrë, sa do bëj, si do jem këtu, që do bëj, dhe aty ishte stop. Ishte një moment ndalese, ku ne ishim mes 4 mureve, në shtëpi, vetëm, me familjen, apo po tani që do ndodhi, po tani që do bëhet, dhe vendosëm që ne këtë kohë që e kishim humbur, hajde ta rikuperojmë dhe të bëjmë diçka të mirë. Do me thënë, të jemi bashkë, të adorojmë Zotin, të jemi një dëshmi për tjerët, dhe Sabina, do me thënë, unë dua ta them dhe dua ta ulëras fort të gjën, që është një dëshmi e madhe për komunitetin e krishterë, që nga vjet në sot, ajo është plotësisht, do me thënë, dhe është një dëshmi për të gjithë, dhe janë abit gjithë, do me thënë, duke thënë që ore që ndodhi me Sabinën. Është ka që mrekullueshme ta ndash dhe me të tjerët një gjë, të kesh mbështetjen. Ishte drejt për drejt kjo, dhe ne, do me thënë, në një farë mënyrë është si puna asoj që ynë verbërisht diku, ti nuk shef dhe del nga ana tjetër, dhe thua, ore si e kalova unë këtë gjënë. Është drita që erdi në jetën tënde. Aty e kupton që ti futesh dhe nuk e kupton që është dora e Zotit, me të vërtetë, si se tha dhe Elvini, lutjet, inkurajimi, mbështetja familjes. Gjë që në ditët e sotme janë shumë të vështira për t'i gjetur aq ngrohtë, sepse është bërë jeta e tillë. Njerëzit janë larg, të bie një hall, të bie një sëmundje, nuk kemë këtë ndash, sa bën dhe sa vlen ajo mbështetja morale që të jep dikush shpirtërore, edhe lutja, edhe biseda, të pyesi si je, domethënë në ditët e sotme, duke qenë se shpirtërorja vlerësohet shumë më pak. Vetëm në rast nevoje, ndodhi pandemia, të gjithë filluan të flisin o Zot, mbarojmë pandemia dhe pastaj u kthyen prapë tek rutina e tyre. Prandaj dhe besimi është jetë, të jetosh për ditë. Është shumë e rëndësishme mbështetja ndaj njëri tjetrit dhe komunitetit, por kur e kalojmë, kur shkojmë aty përpara dhe lutemi o Zot, jam unë dhe Zoti. Prandaj shpëtimi është individual, jam unë dhe Krishti.